Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë sot deklaratën e fundit të vitit për mediat, ku sipas tij ai bëri një bilans të shkurtër të këtij viti kulmor të narkoregjimit të Edi Ramës. Berisha ishte përgjigjur deklaratës së kryeministrit Edi Rama se do të qeverisë deri në vitin 2029, se do të jenë shqiptarët ata që do ta heqin atë nga pushteti. Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptarë u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Këtë vit shpërthyen në të katerant ujërat e zeza të regjimit mafioz të Edi Ramës. Dorëheqja ishte një opsion, por ai s'pranon dorëheqjen, shqiptarët do ta heqin. Shqiptarët do ta heqin, nuk do pranojnë kurrë më një hajdut si ai kryeministër. Berisha i quajti deklaratën e kryeministrit Rama lidhur me kërkesën e SMAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, një akt antikushtetues dhe provokim i ulët për çdo shqiptar. Edi Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mbrojtur aktet e tij kriminale me detyrë dhe aktet e zyrtarëve të tij, por do flasin shqiptarët me të gjithë forcën e tyre. Ky është një provokim i ulët. Domethënë, nuk ka provokim më të ulët ndaj qytetarëve. Ata paguhen jo për të shpërdoruar detyrën, po për të zbatuar në përputhje me ligjin detyrën. Kurse ky do të amnistoj, do të heq nga kodi shpërdorimin e detyrës.